Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri përmes valjeve të ACTV, televizioni i komunitetit shqiptar në Michigan, por që do të ndiqet anë në anë rruzullit toksor ku ka vëllezër dhe motra shqiptar. Si zakonisht ne do t'i përcjellim dhe i përcjellim gjitha ngjarjet që ndodhin në komunitetin tonë shqiptar në Michigan dhe më gjerë. Kjo është një histori e ngjarjeve që dita ditës po përsëritet me vite dhe me dekada. Mërgata jonë, edhe pse jetojmë në mërgim, i mbajmë gjuhën, traditën dhe kulturën tonë shqiptare. Mbajmë festivale, mbajmë koncerte, simpoziume, darka, tubime, organizime të ndryshme për të nderuar historinë tonë kombëtare. Këtë vit, si zakonisht, te kisha zojës pajtorëve shqiptarve, do të kemi rastin që të ndiqim festivalin gjithë shqiptar, i cili organizohet që 22 vite me radhë pranë kishës së zojës pajtore të shqiptarve. Një festival që është njoft në mbar botën shqiptare, një festival për lakmin më të madhe, sepse këtu përfshihen të gjithë shqiptarët, pa dallim feje, krahine dhe ideje, edhe pse kjo është qendër fetare, por në këto ditë është qendër kombëtare e cila do të drejtojë këtë festival. Këtë vit kemi rastin dhe nderin që të kemi edhe një moderatore, një motër tonë që ka ardhur para disa kohë nga Shqipëria dhe e cila ka udhëheq shumë tubime, ka udhëheq shumë manifestime, koncerte, simpoziume të ndryshme. E këtë rast kemi nderin që ta kemi edhe moderatore, ta kemi edhe organizatore dhe e cila do të drejtoj këtë festival mbar shqiptar. Pra festivali flitet që të mbahet me 5, 6 dhe me 7 shtator në muajin që vjen. Do të kemi Labor Day, dita e punëtorëve, dhe kisha ka shfrytzuar këtë rast që t'ja u bajnë ju më të mundshme që të vini, sepse do të kemi edhe ditë pushimesh dhe të bashkohemi si shqiptar. Do të kemi nderin që të udhëheqin Brikena Hoxhalli. Kjo është një gazetare, moderatore që ka drejtuar shumë tubime në komunitetin tonë dhe përsa është këtu në Michigan është shumë aktive. Prandaj është shumë e qelluar që edhe Këshilli i Kishës Zojës Pajtore ka caktuar këtë vit që të drejtojnë këtë tubim. Mirë se taku me kolege përsëri, dhe na thuaj nderin, respektin që ta kanë dhënë dhe emocionet tuaja që t'jep komuniteti, kishat tona për të drejtuar këtë raste. Së pari unë duat t'ju falenderoj ju që keni ardhur për të pasqyruar çdo event edhe çdo eveniment që ndodh në komunitetin shqiptar këtu në Michigan, aq më tepër kur bëhet fjala për festivale kaq madhështor, kaq të mëdhenj që kërkojnë impenjimin e kaq shumë njerëzve, dhe kur të them të drejtën në momentin e parë që mu prezantua si kërkesë që unë të jem moderatorja e këtij festivali, të them të drejtë Luish, unë kam ndëruar këtë momente dhe këtë ditë, se nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të jesh në moderimin e këtyre eventeve kaq të bukura që vlerat i kanë të jashtëzakonshme, i kanë aq shumë të mëdha. Është krenari për mua të ngjitem atje në skenë dhe t'i kujtoj fëmijëve të mi dhe fëmijëve të gjithë shqiptarëve që këtu flitet shqip, që këtu këndohet shqip, që këtu të gjithë bëhemi bashkë, bëhemi një për qëllime kaq të bukura. Dhe dua të falenderoj së pari Dom Dino Çekrezi, famultarin e kishës Zoja Pajtore, i cili i përkrah dhe i mbështet, i përqafon të gjitha eventet artistike që organizohen nga kisha Zoja Pajtore. Dua të falenderoj kryetarin e Këshillit të kishës Zotin Pjerin Prekaj, i cili gjithashtu më dha nderin që unë të jem pjesë e këtij festivali këtë vit. Dua të falenderoj çdo pjesëmarrës, çdo aktivist, çdo individ që ka vënë gurin e vet në themelin e këtij festivali që është gjigant, është i madh, dhe më besoni që këtë vit do jetë vërtet shumë i madh dhe presim surpriza shumë të mëdha dhe të bukura për gjithë publikun shqiptar këtu. Pa haruar të përmend një nga kyçet kryesore, do thoja, të këtij festivali, që meriton mirënjohjen e të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen këtu në Amerikë, është patjetër Joli Agolli Paparisto, që ka bërë një punë shumë të bukur me të gjithë fëmijët të gjithë gjeneratave. Unë jam e bindur që një pjesë e atyre fëmijëve që Joli i ka rritur në skenë duke i mësuar vallet tradicionale shqiptare tashmë janë rritur dhe u kanë lënë stafetën, po themi, brezit më të ri. Gjithashtu dua të falenderoj dhe t'i përulem me shumë mirënjohje të gjithë atyre vullnetarëve
që punojnë ditë e natë që ky festival të marrë këto përmasa dhe të jetë kaq i mirë organizuar, deri në detajet më të vogla, të gjithë janë kujdesur për gjithçka. Shqiptarëve ju ngelet vetëm të vinë edhe të shijojnë, të vinë edhe të marrin, siç e thash edhe pak më herët, atë copëzën e vogël të Shqipërisë që ndoshta na mungon të gjithëve nga pak se kemi lënë aty te. Të lumt goja. Teleshikues të nderuar, duhet sekur paraprakisht se kisha e Zojës Pajtore, që është themeluar një gjysmë shekulli e ma tepër, ka ba një rol të rëndësishëm në ruajtjen e kulturës dhe trashëgimisë tonë kombëtare. Pra, në këtë kishë që themeluesi i parë i saj ka qenë i përndershmi Dom Prek Nervashaj, ka qenë një prift me të vërtet i dedikuar që të mbrojtë gjuha dhe arsimi, ka qenë si mësues i gjeneratave shqiptare, shprej në Gusi e deri të ardhja e këtij këtu në Detroit. Ma vonë këtë rrugë ka vazhdua edhe Domnua Gjergji, i cili deri pak kohë ka shërbyer këtu në këtë kishë dhe në këtë familji, dhe tani e kemi Dino Çerkezin, i cili po ashtu po vazhdon me të njëjtat gjurmë. Për të ardhur një sukses i tillë i këtyre festivaleve, duhet mos harruar se duhet një punë kolosale. Është punë e madhe me i prit me mija shqiptar në këto 3 ditë, pa asnjë më të vogël incident. Gjithçka shkon në mënyrë të përkryer. Për ata duhet t'ju landoren sigurisht organizatorëve, komisionit të kishës së Zojës Pajtore këtu të shqiptarëve në Southfield, të cilët punojnë sigurisht gratis dhe duke shpenzuar nga koha e familjes, nga xhepi, besallëvujtje, shpenzime, që ky festival të dalin me sukses. Falenderojmë dhe gjithë ata që japin donacione që të ndihmojnë që ky festival të jetë i suksesshëm, sepse këtu duhen në $10,000 shpenzime gjatë këtyre ditëve, por shqiptarët si gjithmonë janë bamirës, e japin dorën në nevojë janë i tjetrit dhe kur e shohin sa është e nevojshme ndihmojnë. Pra ta Nreca ka vazhduar mas tepërmi me këto ndihma të njerëzve dhe ka arritur dhe po arrin edhe mjaft sukses. Pikëspari duhet të falenderuar kryetarin e Këshillit Zojës Pajtore Pierin Prekaj, i cili me përkushtim të madh po punon për këtë familji, për këtë kishë, për këtë qendër, sikur të ishte familja e tij, dhe për ata duhet t'i jepet ndera dhe lavdia për këto që po vepron dhe për këto që po bën. Po ashtu kryetari i festivalit këtë vit është zotni Ylli Gilaj, ndoshta një pjesë nuk e njihni, por edhe ky është një veprimtar, një njeri i mirë, prej familjes mirë e fisit mirë, i cili është dedikuar që t'jap kontributin e vet dhe të japin sa ma shumë që ky festival të dalin me sukses. Kryetari i Shoqatës Kosova tha që edhe njëherë Nerec Mirditaj, po ky është një veprimtar, ky është edhe në kryesinë e Këshillit për organizimin, në kryetarin e Këshillit, po ashtu me kryetarin e Këshillit, po punojnë me Këshillin e Kishës, që ky dalë sa ma me sukses edhe këtë vit. Dhe shpresoj e besoj, nuk kam dyshim se edhe kësaj here do t'ja dalim. Po ashtu nuk duhet harruar një vlla tonin, Rok Dedivana, i cili ma tepër se me dekada punon në këtë kishë. Gjithmonë i ku do ndollun, ku e do në kisha, nevoja kishtare dhe nevoja kombëtare për shqiptarët që dalin punë me sukses. Pra ndej duhet me e falenderuar shumë nga zemra edhe Rokun për të gjitha ato që banë. Mos t'i marrim gjithë me emër se kallët e tjerë. Në këtë qendër, në këtë kishë, janë Vuksaniun që e tjerë që kanë punojnë me dekada. Por të gjithve Zoti ja u disht, ja u ktheft shpërblimet familjare aty ku dëshiron zemra e qefi dhe gjithmonë kjo është të nderuar për gjitha punët e ndershme humane, njerëzore, shqiptare, kombëtare që po bajnë. Duhet sekur se gjatë këtij festivali, si që më njoftuan, do të ketë 3 net festival dhe natën e parë të shtunën do të kemi këngëtarin e njoftur Ilsi Ademi, mandej këngëtarin Klevis Gilaj, do të kemi edhe 2 fëmijë të ri të vegjël, sepse kjo natë do të dedikohet ma tepër i nison në komunitetin tonë, prandaj do të kemi edhe Misin Gojqa dhe Valon Gjolaj, të cilët po ashtu do të arktojnë. Në natën e 2 të festivalit me 6, do të kemi pra ditën e diel,
Malsorin, këngëtarin e njoftur nga Malësia dhe Shqiptaria i cili do të na knaq. Dorentina Berishaj po ashtu do të na këndoj natën e dytë dhe Albert Abetini. Do të thotë kemi me pas këngë dhe muzikë të zgjedhur, duhet të falënderuar si thallë Brikena Joli Paparisto, e cilat e të dy kishat i drejton rinin ton që të vallëzojnë dhe të na nderojnë me prezencën e tyre. Natën e tretë të festivalit, pra që është me 7 shtator, do të kemi natën finale ku do të na arktojnë Malsori dhe Gerona, këngëtar të njoftur. Po ashtu do të kemi grupin që vjen nga New Yorku, të kryesuar nga Angelina Nika, bashortja e të famshit këngëtar të njoftur kombëtar Gëzim Nikës. Po ashtu gjatë 3 netëve me radhë do të kemi nderin që të kemi dhe muzikantin e njoftur Erind Emiri. Gjatë gjithë kohës në festival do të keni rast të keni pije freskuese, pije alkoholike, ushqime të traditës shqiptare me buollek të madh, do të keni veshje tradicionale, do të keni gjëra për të ble për shtëpitë tuaja, për orëndit e familjeve tuaja. Mirë se vini dhe mirë se takohemi në festival. Në përfundim duhet përsëri t'ja japi fjalën kolegës tonë, kryesuese se festivalit Brikenes, që të na i thot edhe disa fjalë, se si e sheh kjo sponzorimin dhe organizimin e këtij. Do doja të shtoja, Luigi, shikon që jemi një familje kaq shumë e madhe, që i kemi të gjitha trevat shqiptare të mbledhura bashk, edhe të gjithë po japin atë kontributin e tyre, kush në këngë, kush në versionet të tjera të artit, dikush në biznes, dhe unë kam një thirrje për të gjithë bizneset shqiptare këtu në Michigan. Nëse ju doni të bashkëpunoni me kishën Zoja Pajtore për të sponsorizuar festivalin, jeni të mirëpritur. Për të gjithë donatorët që janë atë të na shohin, duan të na mbështetin në këto nisma kaq shumë të mëdha që qëllimet i kanë për te të sotmes, i kanë për nesër, për brezat e ardhshëm, për brezat që do vinë më vonë, për të ruajtur këtë gjuhën tonë, traditat tona, kulturën tonë, etnografin tonë, gjithçka që ne brez pas brezi po e mbajmë me fanatizëm, na ndihmoni dhe ju. Kisha Zoja Pajtore i ka dyert e hapur për të gjithë, dhe këtë e them nga eksperienca ime personale, që pa dallim feje, pa dallim krahine, ne jemi të gjithë bashkë për qëllime kaq shumë të mëdha, kaq shumë të bukura, dhe unë ftoj të gjithë komunitetin shqiptar, po jo vetëm shqiptar, të Michiganit, të na bashkohen, të vinë edhe të kalojmë së bashku 3 net fantastike. Këtë ja u premtojmë, do ketë surpriza shumë të bukura, do jenë net të mbushura me art, me kulturë, me ushqim shumë të mirë Shqipëri. Pra dhe njëherë, mirë se shifemi së bashku me 5, 6 dhe 7 shtator, kisha e Zojës Pajtore shqiptarve. Ju falënderit komisionit pregaditës, falënderit Briken, në emër të stafit, në emër të ACTV, ju përshëndesim nga zemra dhe mirë se takohemi si vëllezër motra që t'i kalojmë këto 3 ditë së bashku. Mirë se vini. Në të gjitha evenimentet, në të gjitha festat, në hidherime dhe gëzimen, ne kemi kuptuar që shqiptarët janë gjithmonë bashkë. Ashtu si kundër tek festivali i kishës së Shëmpalit, ku të gjithë vullnetarët ishin atje për të punuar, për të nxjerrë atë festival aq të bukur që mbeti në memorien e të gjithëve, ashtu edhe kisha e Shëmpalit është gjithmonë pjesë e festivalit të kishës Zoja Pajtore. Kam shumë kënaqësinë të kem kryetarin e Këshillit të kishës së Shëmpalit, zotin Gjergj Lajçaj. Shumë kënaqësi, zoti Lajçaj, edhe shumë faleminderit që jeni gjithmonë prezent në të gjitha këto organizimet. Kemi kryetarin e Këshillit të kishës Zoja Pajtore, zotin Pjerin Preka, kemi dhe kryetarin e festivalit, zotin Ylli Gilaj. Shumë kënaqësi t'ju kem të treve dhe shumë kënaqësi që jeni pjesë kaq shumë e rëndësishme e festivalit, e kishave që bëni një punë kaq të bukur edhe kaq të madhe. Faleminderit në emër të komunitetit shqiptar tonë në Michigan. Familja sa vejo si bani punë, nuk e hushme.